Nëse një person i cili ka probleme vetë me ligjin, të jetë edhe përfaqësues ose të jetë pjesë e legislativit. Është e rëndësishme që në listat zgjedhore për këto zgjedhje të mos përmbajnë ose të mos kenë kandidatë të cilët njëkohësisht kanë probleme me ligjin dhe njëkohësisht zgjedhen si përfaqësues të popullit brenda kuvendit të Republikës së Kosovës. Pra ajo që është e rëndësishme është që për të garantuar një proces me integritet, një proces zgjedhor me integritet dhe për të garantuar që kemi një kuvend i cili përmban brenda vetë deputet me integritet, është e rëndësishme që në këto lista zgjedhore të cilat do t'i bëjnë partitë politike të mos përfshihen persona të cilat kanë ndalesë ligjore që parashihet me ligjin për zgjedhjet ose edhe që kanë ndonjë akt akuz të ngritur ose që kanë probleme me integritetin e tyre personal. Pra e gjitha këto janë elemente të cilat pastaj edhe determinojnë edhe çështjen e integritetit të komplet procesit zgjedhor në vendin tonë. Fatkeqësisht në shumicën e legislaturave, mos them të gjitha legislaturat e kaluara në kuvendin e Republikës së Kosovës kemi pasur deputet të zgjedhur të cilët njëkohësisht kanë pasur probleme me ligjin, pra kanë pas akt akuza aktive ose kanë qenë dënuar për vepra penale. Rrjedhimisht them kjo e cënon edhe vetë integritetin e procesit zgjedhor, po edhe paraqet një pasqyrë jo të mirë për vetë kuvendin e Republikës së Kosovës, duke qenë se aty miratojnë ligjet e cilat kanë të bëjnë edhe me sundimin e ligjit, me integritetin institucional e pashtë edhe me leftimin e korrupsionit, nuk mund të jetë pozitive nëse një person i cili ka probleme vetë me ligjin të jetë edhe përfaqësues ose të jetë pjesë e legislativit.